Në një ceremoni të vogël, pa shumë pompozitet, siç e donte familjesht përcjellën banesën e fundit, aktori i mirënjohur, pogradecar i kinemas shqiptare, Ilir Shkurti. Familjar, miq e bashkëpunëtor përsollën mes lotësh një nga emrat e spikatur të skenës së qytetit, i cili u nda para kohë në moshën 68 vjeçare, për shkak të problemeve me zemrën. Ai, Kaposhka, siç e thërisnin me emrin e një personazhi kuklash, do t'i mungojë miqve të afërmve, por më së shumti jetës artistike të qytetit. Kemi qenë shok kursi në fakultet, bashkëshorti im Vazhir Shurgjiu e kishte stotet. I tha që në fillimet e para, je për Tiranë, i tha, si je për Pogradec. Unë tha Pogradeci nuk e ndroj me asnjë gjë. Dhe jeta desh, këto e për aktivitetin, këto la dhe jetën. Megjithatë, Pogradeci duhet ta ketë për nder dhe për krenari që e pati në gjirin e vet. Teatri estradës, teatri kukullave, gjithë jeta artistike dhe kulturore e Pogradecit, keni humbur një talent. Ilir Shkurti ishte një nga artistët e vërtetë të qytetit të Pogradecit, me një dashuri të veçantë për profesionin e vet, për artin në Pogradec, ka marrë pjesë në shumë filma artistik të kinostudios shqiptare, si një nga artist e shquar të saj, dhe në fakt me humbjen e tij, qyteti i Pogradecit humbi një nga njerëzit që e deshte shumë këtë qytet, që bëri shumë për të. Arti humbi shumë me Ilir Shkurtin, edhe ne shokët dhe miqtë e tij dhe kushërinjtë e tij humbën shumë me Ilir Shkurtin. Sot Pogradeci humbi djalin e tij, Ilir Shkurtin, aktorin, qytetarin, bashkëshortin dhe familjarin e shkëlqyer. Ilir Shkurtin e njohin të gjithë, se vetë pseudonimi i tij që thrisnin Ilir Kaposhka është pjesë e teatrit të kukullave, që i vogël ai mori pjesë në teatrin e kukullave dhe vazhdoi derisa u shkëput nga jeta e tij artistike. Rrithej nga një familje të cilët kishin qytetarinë dhe edukatën, por dhe thjeshtësinë bazë. Ilir ishte modest, por me artin e tij do të kujtohet gjithmonë. I lindur në Pogradec me 30 dhjetor 1957, Ilir Shkurti ishte pjesë e brezit të aktorëve që kontribuan në skenë e humorit dhe teatrit lokal. Ai u bë i njohur për publikun përmes interpretimeve në estradën e Pogradecit, ku për vite me radhë solli role humoristike e karaktere që u pritën me dashuri nga publiku. Përveç estradës, Shkurti mori pjesë edhe në disa prodhime të kinemas shqiptare. Filmat artistik, rrethimi vogël, binarët, ngjyrat e moshës, duke bërë pjesë e brezit të artistëve që kontribuan në filmat e periudhës së kinostudios Shqipëria e Re. Ndarja e tij nga jeta është një humbje për jetën artistike e kulturore të Pogradecit. Ai do të kujtohet si një artist që dha humor, energji e përkushtim në skenën e qytetit të tij.